Sigurisht që përballë saj kemi një vajzë po aq simpatike dhe po aq interesante. Ajo është Elidona Sina. Mirë se erdhe e dashur, është një vajzë që ka një sharm të jashtëzakonshëm dhe është një vajzë me një sy që i shkëlqen, është një natyrë shumë luftarake, shumë simpatike. Është një vajzë e cila sigurisht përveç studimeve, domethënë ka edhe ajo zhvillon aktivitetin e saj, punon në fushën e modelingut apo jo, kryesisht të Kosovë. Pra avash është duke tentuar ta ndërkombëtarizojë, si thua, ta çojë më tutje talentin e saj dhe ngritjen e saj profesionale në fushën që lëvron, por jo vetëm. Këto dhe shumë gjëra të tjera do t'i kuptojmë sot. Atëherë, siç e kuptuam pra, Moza dhe Dona. Faleminderit për fjalën. Mirë se erdhe, Dona. Falenderoj shumë që pranove të vish në podcastin tim. Kënaqësia është. E di që edhe ti je ngarkuar, por gjetët kohën dhe jam vërtet e kënaqur që u kam. Ishte nder për ne të marrim pjesë në podcastin tuaj. Ju falenderoj shumë.